Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Është kënaqësi për mua që të rikthej në këtë studio një nga bashkëpunëtorët më të vjetër, do ta quaja në punën time si gazetare në këtë televizion, është një profesor i nderuar i cili ka dhënë një kontribut shumë të madh në fushën e arkeologjisë, por ajo për cilën në fakt sot jemi bërë bashk është me të drejtë një emër shumë i njohur, i konsideruar si një nga 4 themeluesit e arkeologjisë prehistorike, një nga 4 dekanët e arkeologjisë shqiptare. Bashkë me profesorin e nderuar, me arkeologun e njohur Skënder Aliu, ne do të zhvillojmë sot një bisedë shumë interesante për të njohur kontributin e jashtëzakonshëm të arkeologut Frano Prendi, i cili ka një lidhje të ngushtë edhe me zonën e Maliqit. Profesor, mirë se erdhe në Pak nga të gjitha në ekranin tonë, mirë se u riktheve. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit për bashkëpunimin e hershëm në fakt që kemi së bashku edhe me gjithë institucionin tonë mediatik. Me shkënaqësi. Kënaqësi në fakt kur flasim edhe për emra që ndoshta për shumë nga teleshikuesit nuk njihet. Një emër si Frano Prendi, një arkeolog që unë me të drejtë, ashtu sikurse edhe nga informacionet që ju më keni dhënë, është një nga 4 themeluesit e arkeologjisë prehistorike, një nga 4 dekanët e arkeologjisë shqiptare. Në fakt, pse ne, si Korçar, duhet kujtojmë një emër si Frano Prendi? Është shumë e drejtë në kuptimin që Korça, deri në vitet 1928, ka qenë krejtësisht e panjohur në kuptimin arkeologjik. Për herë të parë, gjatë punimeve për tharjen e kënetës Maliqit, draga e traktorëve nxori shumë materiale. Edhe nëse kam dëgjuar, ishte Emin Selenica, i cili ka qenë drejtor i muzeut këtu në Korçë, i apasionuar për arkeologji, që informoi institutin dhe me njëherë erdhën këtu 2 personalitete para Hasan Ceka. Ishte i vetmi arkeolog që kishte Shqipëria para luftës botërore, që kishte punuar me francezët në Apolloni e kështu me radhë. Erdhën, blodhen Hasan blodhen, shkruan një artikull dhe botuan në revistë. Është i vetmi artikull i parë për arkeologjinë e qarkut Korçës. U desh të kalonin disa vite, derisa të përgatiteshin kushtet për një ekspeditë shumë disiplinore, edhe me një ekip të madh, sigurisht, dhe kjo ndodhi në vitin 1961. Atëherë, Frano Prendi ngarkua të drejton të këtë ekip arkeologësh dhe duke patur parasysh që Frano Prendi po në vitin 1961 ishte në Grigj, punonte për një tumë, edhe unë bashkë me te si student i vitit fundit, pjesërisht edhe në Kalan e Gajtanit, ku drejtonte Hasan Ceka, dhe ishte fat për ne që patëm rastin si student të jemi pranë këtyre figurave të shquara të arkeologjisë shqiptare. Kështu që me të marrë lajmin, në gusht 1961, erdhi një ekip i madh, pothuajse të gjithë arkeologët që kishte Shqipëria atëherë. Pra, bashkë me Frano Prendin, erdhën edhe Thimosen Butina, erdhi gjithashtu një nga arkeologët grua e para e këtij lloji që kishte filluar veprimtarinë që herët, e kupton. Mandej edhe arkeologët të tjerë dhe një pjesë e studentëve të vitit fundit, domethënë, u mor lej që të mos se fillonte shkolla atëherë fakulteti mëngjeshtator. Dhe qëndruam aty gjatë shtatorit
edhe tetorit, deri sa zurit bora si sot. Kështu filloi puna në vitin 1961 dhe pastaj gjatë viteve 62, 63, 64, 65, 66, do me thënë Për 5 vite me radhë, aty janë kryer gërmime dhe grupi udhëhiqej nga Frano Prendi. Po, këta të tjerët nuk erdhën vitin e dytë, shkuan në për ekspeditat e tjera sipas profileve, kurse që Prendi drejtonte punimet në një kohë kur ne në vitin 1962, pasi kishim mbaruar fakultetin, erdhi këtu Muzafer Kërkuti, Zhaneta Andrea Ndjeske, se kanë ndruar jetësh një arkeologët që ka punuar jo vetëm këtu në Korçë, këtu ka një aktivitet të gjerë, po që nga Veriu, që nga Mati, nga Zagora në Shkodër deri në Sarandë. Edhe ka një të mirë që ato që ka gërmuar i ka botuar. Edhe për ta njohur publikun, natyrisht me këtë proces që ka zgjatur për gati 5 vite, pra është faza e parë, sepse do të flasim më vonë, Frano Prendi është rikthyer në Maliq sërish për një fazë të dytë të gërmimeve në vendbanimin e hershëm të Maliqit. Ne do të ndjekemi grupin e parë të fotove dhe do të kemi mundësi aty të njohim edhe në fakt disa artikuj që Frano Prendi ka botuar në të përditshmen shqiptare, po jo vetëm, edhe në revista të huaja, ku i bënte natyrisht një jehon të madhe pikërisht këtij vendbanimi. Profesor, shohim në ekran një artikull. Ai është një artikull që unë e kam patur si zakon që artikujt që shkruheshin nga arkeolog, po edhe nga gjuhëtar dhe nga antropolog, kështu. Prej vitesh kam në arkivin tim shumë artikuj të shtypit periodik. Po, Qes Prendi nuk ka shkruar në shtypin periodik, nuk e kishte paraqef atë. E dini pse? Sepse ai në fakt emrin e kishte Francesc. Pastaj Cesk, pastaj Frano. Edhe kështu që megjithatë, nga tronin njerëzit në këtë artikull mund ta gjesh me emrin Frano Prendi, bashkëpunëtor i vjetër shkencor, dhe artikulli i botuar në 3 prill të vitit 1985 mban emrin Vendbanime të tipit palafit ose lakustre. Ndër të tjera në këtë artikull, profesor Frano Prendi thotë: në Shqipëri, vendbanimet palafite janë zbuluar në Dunavec dhe Maliq të Korçës. I pari i përket periudhës së Neolitit të Mesëm, do me thënë rreth gjysmës së parë të mijëvjeçarit të 4 para erës sonë, ndërsa ai i Maliqit i epokës së Bakrit që datohet në mijëvjeçarin e 3 para erës sonë. Të dy këto vendbanime ngrihen pranë lumenjsh, ai i Dunavecit buz lumit me të njëjtin emër, ndërsa ai i Maliqit pranë atij të Devollit. Po. Pra është një pjesë e këtij artikulli. Ndërkohë në ekran shohim një libër në fakt të botuar nga profesor Frano Prendi, Vendbanimi prehistorik i Maliqit. Për shkak edhe të kohës së gjatë të gërmimeve, ai i ka dedikuar edhe një libër. Në fakt, çfarë flitet në këtë libër, profesor? Shiko, pyetja është interesante, edhe për arsyen tjetër, se gjatë periudhës 6 vjeçare, fillimisht u gërmua buz lumit të Devollit në krahun e djathtë të rrjedhjes, aty ku lumi shkëputej nga liqeni. Edhe po në atë kohë, Frano Prendi punoi vitin e parë dhe të dytë që zbuloi palafitin e Malevit. Domethënë vendbanimin mbi ujor, atë që paraqitet juve. Edhe ky vendbanim palafit nga përmasat ishte zakonisht 40 me 10 dhe vertikalisht me rrjedhjen e djathtë të lumit Devoll. Largësia nga pika ku u zbulua deri në urën e Maliqit sot ishte 800 metra. Ja pse? Sepse në këtë kohë erdhi këtu
Hasan Ceka dhe Jovan Adami, inxhinier që kishte marruar në Austri dhe një intelektual shumë i njohur, e kupton. Dhe ai ka bërë matjet dhe thotë është vetëm 800 metra. Më vjen mirë me këtë rast të them që para këtyre gërmimeve dhe mbas saj fillimisht është vizituar rajoni Korçës dhe tërë Shqipëria nga ambasadori francez pranë Pukvil, ishte Pukvili, François Pukvil, ishte konsul pranë Alepashte Pelemes. Edhe ai ka botuar disa volume, ato i ka botuar në vitin 1806 me titull Voyage de la Grèce. I ka botuar në Paris. Dhe në të njëjtën kohë ka ardhur këtu në vitin 1924 një zvicerian, pra një antropolog zviceras, ka vizituar Prespën e Madhe, ka gjetur materiale, nuk thot se çfarë ishin, po shpreh mendimin që këtu kemi të bëjmë me një vendbanim palavit, dhe kjo është e vërtet tash sepse kohët e fundit janë bërë gërmime, edhe janë gjetur pilotat. Nuk është botuar, po kur të botohet, do jetë një nga vendbanimet interesante, një palafit interesant. Gjithashtu ka ardhur këtu, edhe në për konferencat janë bërë këtu në Shqipëri, Nikola Hamont në vitet 30 shekullit kaluar, ka vizituar tërë Greqinë, tërë Shqipërinë e kështu, po kur vjen, ai shkon në Goricat e Trenit, në Prespën e Vogël. Edhe ato janë Gorica njëra pas tjetër nuk janë shkëmbore, edhe thotë këtu është Pelioni. Gjë që nuk ka rezultuar kurse si. Ndërkohë shohim të tjera foto në ekran dhe i komentojmë. Këtu, profesor, jemi pikërisht në momentet e gërmimit, ndoshta kemi dhe... Shiko, ky është viti i parë i gërmimit. Viti i parë i gërmimit. Aty shtresa e parë që paraqitet ku janë ata fëmijët që kanë ardhur për të vizituar, është ja 60 cm, 70 cm, sepse qëndroi për një kohë të gjatë, mbasi u tha liçeni Malish, ishte kaluar shumë vite. Dhe u bë tokë buke, u mbille zakonisht, mbille me panxhar, me... Po. Vazhdojmë një foto tjetër. Dhe hiqej shtresa e parë dhe pastaj fillonte gërmimi që arrinte 2 metra gjysmë. Dhe aty doli palafiti. Aty doli palafiti. Aty palafiti u thash isha 40 me 10 e para, dhe e dyta aty ishin ngulur pilota. Që do t'i shohim ne, ndoshta i kemi tek fotoja tjetër, kalojmë tek fotoja tjetër, për t'i parë më qartë. Kalojmë tek një foto tjetër. A di pse, sepse në atë kohë vinin vizitorë, edhe fëmijët kopshët, edhe nxënës të shkollave të mesme dhe nga qendrat e punës. Ja, ky është një... Ja, Shiko, këtu është një fotografi e vitit 1973. Po? Se... Ky është grupi hera e dytë që u rikthye në Maliq. Në vitin 73-74, Franoprendi deshta fokusonte edhe njerë dhe për të kontrolluar gjithë teritorin ku shtrihet, për arsye se vendbanimi palafit është djegur nga një zjarr i befasishëm, po këta banorë nuk u larguan, po shkuan më tej dhe i ngritën kasollat në tokë. Kështu që në këtë kohë, jo vetëm u bë një gërmim, aty ku takohen rrugët, rruga e re me atë të Maligjet, tamam aty kanë bërë shtëpi sot. Edhe nga kontrolle ka rezultuar që gjithë vendbanimi i Maliqit shtrihet në një sipërfaqe me 15 hektar sipërfaqe. 15 hektar. Mjaft i gjerë, kupton. I rikthehemi pak, po, në fakt i rikthehemi pak fotove të tjera. Ky është Franoprendi, edhe është duke folur në një konferencë, pak më poshtë shikoni është përsëri me Alex Butën, kryetarin e Akademisë Shkencave, edhe në të njëjtën kohë ai ka shkruar shumë artikuj
Edhe janë votuar jo vetëm në vendin tonë, po dhe jashtë vendit. E di pse vinin këtu tani, sepse në atë kohë komiteti ekzekutiv porositë shkollat, qendrat e punës, edhe vinin si që shikoni atje kishte edhe fëmijë edhe të rritur që e vizitonin. Po. Edhe në të njëjtën kohë kur e pyesin Franon Prendit, e kupton çfarë flasin këto, çan këto fragmente keramike. Thoshte, shikomur, si që shkon në Shkodrant. I shikom këto format. Profesor, këto që shohim në ekran janë shtresëzimet? Ja, këtu shtresa e parë, shtresa e dytë, ja ku janë edhe ato pilotat. Janë 1000 pilota prej Dushku kryesisht, prej Thane, prej Plepi, që do të thotë që rreth e qark ka patru pyje këtu. Një edhe dyta janë ngullur deri në tabanin e tokës. Do me thënë ishte mbi taban të tokës janë shtruar ato trarët të qarë dhe pastaj janë ngritur kasollet. Kjo është një furrë brenda sistemit të palafitit. Kjo është fotoja, pra që tregon edhe njerë pikërisht se si sa shumë kishte pilota dhe po ta shikoni këtu në fund ku është kjo gruaja, ka një garth atje, 2 metra gjerësi dhe është mbushur me balë të gjeshur, edhe po ta shikoni që është pak oval, që do të thotë që ky vetbanim palefit nuk është kaq sa është zbuluar, po ekziston mundësia që të rimeren ngërmime, është domosdoshmëri të merren ngërmime atje për ta zbuluar, po siç ja shikojni tani. Janë shumë interesante fotot. Shikoni sa të dendura janë atë, ato që rushin. Dhe këto, masi pastroshin, mbështilleshin, se me njëherë para në kontakt me ajrin, ato mund të dëmtoheshin. Nuk ekzistonin më. Janë verë, ja shikoni këtu. Kjo është një maket në fakt që është improvizuar shumë vonë. Ne kemi bërë këtu për Muzeun Arkeologjik të Korçës, atëherë kur hap në vitin 1990. Ndërkohë, i rikthehemi edhe njëherë disa fotove ku tregohet në fakt puna që ka bërë grupi i drejtuar nga Frano Prendi bashkë me kolegët e tij në fazën e parë, po dhe në fazën e dytë, ishin edhe foto të tjera. Atëherë, profesor, këtu jemi... Këtu është një grup qytetarësh, janë nga qendra pune, nga shkolla që kanë ardhur, edhe aty është pjesërisht vendi i gërmimit, qëndron një nga studentët që ju shpjegon, që Predi porosite her pas here studentë, sa vinin, edhe ju shpjegonte. Në të njëjtën kohë, vetëm këtu, po edhe në teren, se atëherë materiali arkeologjik nuk merrej me vete. Hapej në shesh, klasifikohej, sipas delave të territorit dhe kështu, edhe në të njëjtën kohë, pastaj bazditë vinin prapë ne. Merrnin shënime edhe qëndronim aty derisa herrej. Po, ja, është një të gjë, është një sektor tjetër, sepse ndaj, edhe brenda palafitit, ngulleshin kunja hekuri, dhe ndaj në çdo 1 metro me 1 metro, dhe mblidheshin materialet të çdo kuadrati, qoheshin në shes që klasifikoheshin, edhe mazite merreshin shënime për raportin përfundimtar për gërmimet për çdo vit, sepse në shtator, në tetor, veshin mbledhje dhe të tërë arkeologët raportonin për rezultatet e gërmimeve. Këto foto i përkasin fazës së parë të punimeve, profesor? Po, edhe kjo është, ja shikoni, për shembull, aty është toka e punueshme dhe ai studenti që ndron në këmbë është shtresa me kulturë, që shkon ja 2 metra gjysmë sipas terenit, domethënë. Shiko, kjo është ajo vitit 1973. 73-74, po kjo është tamam e vitit 1973 ku kryqëzoi rrugat, kanë bërë dhe një shtëpi atje dhe po tjetë toka e punuar, atje nxin toka për arsye se është e shtresës me kulturë dhe ka një gjë interesante aty, që aty u zbulua një shtresë me kulturë, ishte e neolit, domethënë epoka e bakrit, pa hatus stratigrafik,
mbi të ishte vendosur kultura e bronzit hershëm, që lidhet me atë dyndjen e madhe europiane, e kupton, dhe që tregon se këta banorë nuk janë larguar, jo vetëm gjatë neolitit vonë, edhe e neolitit, po edhe gjatë periudhës së bronzit, fillimit të bronzit, që do të thotë që nuk erdhe si invator këta, që ta pushtonin, po u bashkohen me njëri tjetrin, si thua, dhe këtu fillon ai proces aq i ndërlikuar i formimit të kulturës dhe etnisë të banorëve të Ballkanit, për shembull ilirët nga Savadrava në veri edhe deri në jug, ose nga Maqedonia qendrore, Morava Vardar, edhe deri në Atletik dhe në jug, kurse aty në Maqedoninë qendrore u formuan etnia e trakëve të poshtë në jug, elenët e shumë e radhë. Është një dyndje e pranuar tani dhe e provuar jo vetëm në kuptimin arkeologjik, po sot që janë arritur rezultate në të gjitha shkencat e tjera, disiplinat e tjera, për shembull bërë analiza me karbon C14, janë bërë analizat e steraleve të grurit edhe të fruta perimeve që janë gjetur ashtu, dhe dalin, domethënë, datime të sakta për këtë kulturë të gjithë territorit të Shqipërisë juglindore. Ndërkohë ne thamë që profesor Frano Prendi rezultatet e këtyre gërmimeve, të cilat natyrisht kanë zgjatur për disa vite me radhë, i ka bërë të ditura edhe në të përditshmet e atëhershme, por duket që edhe shtypi huaj ka të rrequr vëmendjen, sepse një artikull është shkruar edhe në frëngjisht. Po, u thash, se ca më përpara, domethënë ky është artikulli i parë që shkruan Çesku, nga gërmime sistematike, i pari fara është gjetja e rastit, ato e kupton. Kurse ky artikull i parë e ka shkruar e botuar në një revistë franceze, e kupton, edhe është La Civilisation de Malik, edhe është i vitit 1966 një, edhe janë faqet 255 deri në 280. Ky është i pari artikull i shkruar frëngjisht, kurse të dhënat e tjera pasaj, sepse pas neolitit vonë, këtu fillon bronzi, e kupton. Njëherë e neoliti, pastaj bronzi, po që lidhet me disa periudha, bronzi hershëm i mesme i vonë, fillon periudha e hekurit dhe gjithë territori aty në ato 15 hektar sipërfaqe, jeta ka vazhduar deri në fillimin e periudhës arkaike. Do thotë shekulli 6 përpara erës së re, kur edhe këtu tek ne krijojnë formacionet politike, lind shteti, lind qyteti, siç bie fjala, një nga qytetet në Pogradcelë e poshtme, që është menduar që duhet kryeqendra e dasaratisë. Atë janë varet monumentale, janë 5 vare monumentale, një nga të cilët i përket Manunit, bretit Manun, që qeveriste në Durrës. Është ai që ka ardhur dhe në luftën e vitit 335, kur erdhi për herë të parë Aleksandri, edhe aty luftoi edhe u plagos, i doli gjak i kuqe, tha unë se nga kam birë perëndije. Tani do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, në një lidhje telefonike. Profesor Dr. Neritan Cekën, është kënaqësi për mua që e rikthem sërish në ekranin e Radio Televizionit të Korçës në mënyrë të veçantë kur flasim edhe për një koleg të tij, për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë profesor Frano Prendi, sidomos në zonën e Maliqit. Profesor, mirëmbrëma, mirë se erdha. Mirëmbrëma. Është kënaqësi për mua të ndajmë së bashku një bisedë, ashtu sikurse edhe profesor Skënder Aliun që e kemi të ftuar në studio, për një koleg tuaj, për një arkeolog që ka shenjuar, themi, ka lënë gjurmë në zonën në mënyrë të veçantë në zonën e Maliqit në jo pak, po gati 3 ekspedita arkeologjike. Në fakt, profesor, si keni njohur ju Frano Prendin? Natyrisht që jam nga dëshmitarët më të hershëm të tij, sepse për herë të parë kur e kam takuar Frano Prendin kam qenë vetëm 10 vjeç.
kur ka ardhur në vitin 1952, sapo kishte mbaruar studimet në Sofje, në ekspeditën e Apollonisë ku punonte babai im. Ishte drejtuesi i kërkimeve dhe Frano Prendi ishte krejt i ri, ishte ekspedita e parë që merrte pjesë, akoma nuk e dinte të ardhmen e tij në drejtim të arkeologjisë në cilin sektor do punonte, por na la më njëherë u dashuruam të themi me Frano Prendin. Ishim 3 fëmijë të familjes tonë, e shoqëronim atë sepse punojnë në nekropolin e Apollonisë dhe çdo ditë ishim prapa Frano Prendit si ato qingjat që shkojnë pas bariut. Ky është kujtimi i parë. Pastaj mund të them që është një nga arkeologët më impresiv, qoftë në karakterin e tij shumë të hapur, shumë të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. Më themi që të gjithë prehistorianët e shquar të Shqipërisë janë nxënësit e tij sot, dhe nga ana tjetër me një energji të jashtëzakonshme ka punuar në të gjitha drejtimet. Natyrisht ka hapur, ka livruar prehistorinë shqiptare, është sidomos me Maliqin në vitin 1960 është hapja e prehistorisë në pistën europiane. Pra Maliqi i studiuar, i kërmuar nga Frano Prendi, hyri me njerë në qendrat e mëdha prehistorike jo vetëm të Shqipërisë, po të gjithë Ballkanit dhe mbetet i tillë. Por më themi që kontributi i tij nuk është vetëm në prehistori, është edhe në antikitet, është gërmuesi i Lezhës, i qytetit antik të Lezhës, ashtu siç është edhe në fushën e mesjetës me zbulimet që ka bërë në nekropolin e antikitetit të vonë dhe të mesjetës së hershme të Lezhës. Unë do them në fund që është një korçar, në kuptimin që jeta e tij ishte lidhur me Korçën. Jo vetëm me Maliqin, por edhe në Sovjan, edhe në gërmimet e tjera të Korçës, që bashkë me Skënder Aliun, që i bëri jo vetëm student të mirë të shkollës së tij, shkollës prehistorike shqiptare, themeluar prej tij, por i krijoi edhe mundësi për gërmime në fushën e prehistorisë, ashtu si korçarja e Mirfield, Xhaneta Andrea, ishte nxënësja e tij, më e mirë, edhe që u dallua pastaj në gërmqoftë me tumat e Kuqit të Zi, por edhe në vendbanimet e tjera të neolitit, të hershëm neolitit të mesëm në fushën e Korçës. Profesor, në fakt, ne si korçar duket që nuk kemi qenë shumë të vëmendshëm për të ekspozuar gjurmën që profesor Frano Prendi ka lënë në jo pak 3 ekspedita arkeologjike në zonën e Maliqit, sepse në fakt ende kjo zonë nuk është kthyer në një zonë vizitueshme për të evidentuar atë çka ka zbuluar profesor Frano Prendi. Çfarë mund bëjmë më shumë, sidomos sot, kur Maliqi është kthyer sërish në një kënet? Unë do ju them që edhe për shkak të Skënder Aliut, që megjithëse se është tek 90-tat, është i gjallë, është energjik, është botues i disa monografive. Instituti i Arkeologjisë ka qenë prezent në Korçë. Unë vetë kam ardhur disa herë dhe me një projekt që kemi bërë në Lubonjë, një projekt i tipit të ri për aplikimin e metodave të reja të geofizikës, kartografimit në fushën e arkeologjisë, dhe kemi kontaktuar kryetarin e bashkisë të Maliqit, shumë të interesuar. Ju e dini që atje është rinovuar i gjithë shtëpia e vjetër, pallati i kulturës që ka qenë dëmtuar, dhe është bërë jo vetëm një qendër e re kulturore, por ai mendon që mund të jetë edhe një vend ku të ekspozohet një pjesë e kërkimeve arkeologjike. Njëkohësisht jemi në kontakt me Këshillin e Qarkut për krijimin e në Maliq, krijimin e një fshati neolitik, në një palafiti, ashtu siç i kemi edhe në Maqedoninë e Afërt dhe në Greqinë e Afërt.
ka ardhur koha që Korça, e cila është qendra jo vetëm e prehistorisë shqiptare, por dhe ballkanike, duhet ta fokusoj këtë vlerë që ka. Ne kemi propozuar krijimin e muzeut të prehistorisë në Korçë, duhet të jetë muzeu Frano Prendi, në gjithë kuptimin e fjalës, sepse ai është iniciatori i këtyre zbulimeve të mëdha, ka mira objekte arkeologjike që rrinë nëpër magazina, të cilat një pjesë janë botuar, pra ne i dim vlerat e tyre, dhe ka koha që t'i shtohet Korçës krahas atraksioneve të tjera turistike që janë kryesisht natyra, për shembull dardha apo pasuria mesjetare e Voskopojës, të ketë edhe prehistorinë e saj. Dhe besoj do të jetë një nga, nëse kombinojmë muzeun e prehistorisë në Korçë dhe muzeun në natyrë të palafiteve në Maliq, besoj që do i japim edhe një aset tjetër të vlefshëm turistik Korçës. Unë të falenderoj në fakt për mendimin që dhe, sidomos për propozimin e fundit për hapjen e këtij muzeu, edhe për faktin që kemi një numër kaq të madh zbulimesh të pa ekspozuara e të pa njohura për publikun. Patjetër, unë mendoj që edhe themi bashkia, ne kemi pasur edhe kontakte me drejtorin e Institutit Arkeologjisë së Bashku me Skënder Aliun, patëm një vizitë edhe me kryetarin e bashkisë, kemi pas me kryetarin e dikurshëm të Qarkut, me muzeun e ikonave, drejtoreshën që është shumë aktive dhe me të vërtet një specialiste e shkëlqyer, dhe shfat që keni Skënder Aliun, në akoma gjallë edhe të shëndetshëm energjik, edhe shkoha që mesazhi jonë, që është mesazhi që vjen nga shpirti i Frano Prendit, të kthehet në realitet. Pra këto që themi nuk janë ëndra, këto janë realitetet të cilët marrin vlerën e investimit. Faleminderit, gjithë mira. Faleminderit, kishim një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, një lidhje telefonike. Profesor Dr. Neritan Cekën, i cili edhe ai ndau mendimin e tij për shkak të njohjes të hershme që ka pasur me profesor Frano Prendin, e në të njëjtën kohë edhe për propozimin e tij për hapjen e një muzeu që me të drejtë duhet në fakt të mbajë emrin e Frano Prendit, që ai e cilësoi, pse jo, një korçar të vërtet. Profesor, gërmimet në Maliq, të cilat zgjatin në 2 faza dhe për ushtrim për disa vite me radhë, shënuan një hap të rëndësishëm në zhvillimin e arkeologjisë shqiptare dhe natyrisht profesor Frano Prendi, duke qenë se ishte në krye të grupit që u diqte, luajti një rol shumë të rëndësishëm. Në fakt, për vetë zonën tonë, për rajonin e Korçës, sa i rëndësishëm ishte zbulimi i këtij vendbanimi? Shiko, para një 3-4 vjetëve, një djalë i ri mbrojti disertacionin për epokën e Neolitit, me ata në Urës atje, edhe e paraqiti, u miratua, u martua me një gocë amerikane dhe ka ikur ka mbetur, dhe pa botuar, e çdo mosdo shmëri të botohen këto mosrinë atje. Më mirë të jenë në tokë, atje se toka është arkiv, si është arkivi për dokumentacionit, se të ati mbyti pluri në fonde, apo jo. Kurse Qes Prendi, më falë në ndim, masë zgjatën, po, Qes Prendi është ai që ka mbaruar në fillimisht në Jugosllavi. Prishin marrëdhënie, shkoi në Bullgari, në Sofje, dhe aty ka mbaruar shkëlqyeshëm. Një e dyta qëndroi një 6 muaj për një praktikë në Muzeun Arkeologjik të Sofjes. Dhe kur erdhi këtu, u inkuadruar në Institutin e Shkencave, dhe fill pas kësaj ishte një nga arkeologët që e filloi veprimtarinë me një herë në 59-ën, në 57-ën një gërmoi tumat në Gjirokastër. Pastaj në 58-ën gërmoi tumat në Vlorë, tumat në Vajzë, edhe ka botuar, unë kam shënuar këtu për shembull tumat e Vodhinës, janë ato tumat që kanë dhe materiale interesante, tumat e Vajzës,
janë botuar në buletinin shkencave shoqërore dhe unë kam shkruar këtu edhe 2 faqe 76-10 e me radhë. Pastaj ka bërë përvështrim për kulturën e hekurit, ka artikuj e referate të mbajtur brenda dhe jashtë vendit për epokën e neolitit, epokën e bronzit, për të gjitha fazat, epokën e hekurit, e me radhë. Edhe ka një varez në Lezhë, vareza arbërore e Lezhës, do me thënë është marrë me disa profile, se si ashtu vjen radha, do me thënë, e kupton. Të del për para duhet ta gërmosh. Për shembull, unë pa ta rastin njëherë kur gërmoja në tubën e Rehovës në Kolonjë, ajo ishte repërdorur në mesjet arbërore dhe në tej, edhe kështu që i detyruar, unë ishe prehistorian, pa jam marrë edhe me kulturën arbërore të tumës Rehovës. Kështu dhe që s'prendi pra, që ishte vërtet për ne një fat i madh që patëm mundësi në disa ekspedita, ai ka ardhur, ka gërmuar së bashku me mua në vendbanimin e Kamnikut në Kolonjë. Do me thënë, vitin e parë unë gërmova vetë, vitin tjetër së bashku me Bepi Ubani, një nga arkeologët ka ndruar jetë dhe gjorë, një nga arkeologët shumë seriozë dhe i pregatitur kishë mbaruar në Peterburg. Profesor Frano Prendi u rikthye në vitin 71 në vendbanimin e Maliqit. Çfarë konstatoi ai në këtë fazë? Jo në 73. 71 deri në 73. Gërmimet 6 vjeçare janë 61-66. Po. Fokusimet ndodhen në vitin 1973-74. Është fillon, do me thënë, të vinë këta dyndës, i kryojt ajo që thuhet simbioza, ku fillon procesi etnive. Pastaj në 88-89, përsëri u organizua një ekspedit, por në anën tjetër të rrugës që është sot në Ura. Edhe ishin 3 bashkë drejtues, Frano Prendi, Zhaneta Andrea edhe Petri Kalera. Nuk janë botuar. Janë dhenë informacione, edhe unë kam shkruar këto informacione, po ende nuk janë botuar. E dini pse, sepse nuk është lehtë. Sot është shumë vështirë, por atëherë është problem për shembull që se arkeologjia nuk bëhet vetëm nga një arkeolog. Është një punë e përbashkët. Se kërkon një arkeolog, kërkon një antropolog, kërkon një restaurator, kërkon një fotograf, apo jo. E për të mos i numëruar tëra këto, edhe prandaj në kohë kur nuk mund të arrijë sigurisht kjo, prandaj shumë materiale kanë vetur në fonde dhe unë do t'i bëja apel për shembull gjithë arkeologëve të rinj tani, të cilët duhet hyjnë atje në fondet e Maliqit, që kanë ardhur aty me kamiona dhe mund të botohet disa vëllime, Kastanaci për shembull, në Maqedoni ka 6 vëllime. Është të them për shembull, sikur t'i botojmë ne sipas kritereve që ndodhin me institucionet ndërkombëtare të vendeve fqinje më gjerë, do të thotë që të botosh disa vëllime, një me tekst, tjetër me dokumentacion. Po dokumentacioni kërkon një piktor të zot që të ketë edhe pasion, që bëheshin ato skicat atëre, me pirografi, tani bën dhe me kompjuter. Me kompjuter, është pak me lehtë. Që do thotë në këtë fazë të tretë ende nuk ka informacion të botuar për zonën e Maliqit. Akademia nuk ka fonde të kësaj natyre. Nuk mjafton vetëm të apelosh, po duhet ta furnizosh që këto të mos mbeten atje në fonde. Ka shumë materiale që janë dhe sot pa botuara, për shembull tumat e Përmetit, Piskov, Grabov. Autori ka vdekur, në Mik Vodinaku ndjes të ketë, kanë vetur pa botuar, po ka dhe të tjera plot, në kupton. Kështu që duhet do pas do që Akademia e Shkencave të krijojë mundësitë edhe të financimit që këta arkeologë të ri, edhe
duke patur edhe udhëheqës që ka tani, edhe mund të botojnë. Mirë, ne do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, profesor doktor Adem Bongurin, i cili do të na bashkohet në këtë bisedë, ku në qendër të vëmendjes kemi një nga figurat e njohura të arkeologjisë shqiptare, profesor doktor Frano Prendin. Profesor, mirë se erdhët në ekranin ton. Faleminderit, mirëmbrëma, mirë se jeni. Është kënaqësi në fakt që na bashkoheni për herë të parë. Në fakt ne bashkë me profesor Skënderin kemi vite që bashkëpunojmë kur bëhet fjala për fushën e arkeologjisë, por sot vëmendjen e kemi përqendruar te kontributi në fakt që një tjetër profesor i nderuar si Frano Prendi ka dhënë për rajonin e Korçës, në fakt në 2, madje në 3 faza. Kemi zbuluar gjatë bisedës që ai ka bërë për vendbanimin e hershëm të Maliqit. Në fakt, profesor, nga informacionet që ju keni, ndoshta edhe nga njohja afërt me të, cili është kontributi që profesori ka dhënë për zonën e Maliqit? Është shumë e rëndësishme në fakt për ne si korçarë të dimë më tepër për këtë punë të tij. Së pari, Milioni ju falenderoj shumë për këtë emision, për të hedhur më shumë dritë mbi kontributin e shquar dhe shumë të vyer të profesorit Frano Prendi në studimet arkeologjike në Shqipëri dhe në veçanti në pellgun e Korçës. Profesor Frano Prendi, unë besoj profesor Skënderi ju ka thënë, po unë nuk është e tepër ta përsërisë, është një nga 4 bashkëthemeluesit e arkeologjisë shqiptare. Dhe është një nga kolosët e arkeologjisë tonë, i cili ka një kontribut të jashtëzakonshëm, është krijuesi, babai i prehistorisë së Shqipërisë, krijuesi i kësaj fushe specifike studimesh dhe epiqendra e punës së tij, veçanërisht për prehistorinë e Shqipërisë, është pellgu i Korçës dhe në mënyrë të veçantë Maliqi. Maliqi është kryeqendër e kulturave prehistorike të Ballkanit Juglindor, jo vetëm të Shqipërisë, pra. Padyshim Maliqi ka dhënë bazën më të madhe të dhënave, pra aty kemi databezin më të plotë të dhënave për arkeologjinë prehistorike shqiptare, ku profesor Prendi që në moshën fare i ri ka filluar gërmimet në këtë vendbanim të madh për rreth 20 hektarësh. Maliqi, siç e dini, është një nga vendbanimet më të mëdha prehistorike jo më në Shqipëri, por në gjithë Evropën juglindore, me një sipërfaqe rreth 20 hektarë. Siç e ka thënë besoj profesor Aliu, ai ka gërmuar në 3 fushata të mëdha gërmimesh në këtë vendbanim. Së pari hera i ka qenë vizita e parë daton në vitin 52, ndërsa zbulimi i Maliqit daton në vitin 48 me hapjen e kanalit, fillimin e kanalit të Devollit, gjatë tharjes kënetës Maliqit. Dhe menjëherë mas një vit më vonë, kjo është menjëherë është vizituar nga profesor Hasan Seka dhe Jovan Adami, i cili kanë prodhuar edhe një artikull me këtë rast i buletinit shkencave shoqërore të vitit 49. Në vitin 52 vizitohet për herë të parë nga arkeologu i ri Frano Prendi, i cili sapo ishte kthyer në atë kohë nga studimet universitare në Sofje, dhe me këtë vizitë dhe me punën e tij të mëparshme, Frano Prendi lidhet shpirtërisht dhe pasgjithshmërisht me Maliqin, që në fakt është një kryeqendër e rëndësishme e prehistorisë shqiptare, jo vetëm shqiptare. Maliqi është i barazleshëm me qendra ose krahasohet lirisht me qendra të mëdha të arkeologjisë prehistorike të Evropës juglindore. Po kujtojmë këtu me Vinçën, me Danilon, me Kastanasin, me qendrat e mëdha të prehistorisë të Maqedonisë dhe të Thesalisë. E veçanta e Maliqit është vijimësia e pandërprerë kulturore. Maliqi daton nga Neoliti i vonë, koha e kulturës Bimini, klasike, dhe vazhdon pandërprerë dhe banot deri në Hekurin, në fund në periudhën arkaike, pra. Bëhet fjalë, po di përvend gjitha periudhat, periudha e Neolitit vonë, periudha e epoka e Neolitit,
Pra, Maliqi 1, Maliqi 2, AB, që i takon e neolitit, Maliqi 3 me disa nëndarje që i takon epokës bronzit, dhe Maliqi 4 epokës së hekurit, AB. Pra fillon nga neoliti vonë, që do thot nga rreth viteve 5000 para Krishtit e vazhdon e banohet deri në shekullin e 6 para Krishtit. Pra, bëhet fjalë për më shumë se 4000 vjet jetë pa ndërprerje. Profesor Prendi ka kryer gati 3 ekspedita. Tre fushata, nëse i quajnë kështu, nëse duhet i emërtojnë kështu. Në fushatën, pas përfundimit të fushatës së parë, e cila duket se ka zgjatur në kohë gati 5 deri 6 vite, çfarë kishte ngelur ende pas zbuluar që profesor Prendi u rikthye në zonën e Maliqit? Po, shumë dakord. Në fushatën e parë 61-66, profesor Prendi ka bërë një zbulim të jashtëzakonshëm në Maliq, zbuloi vendanimin palafitik apo palafitin e Maliqit, në një sipërfaqe rreth 9 km². Palafiti i Maliqit është ndërkohë palafiti më i madh i zbuluar në këtë kohë në Shqipëri dhe ndër më të mëdhat në Evropën juglindore. Dhe është bëhet fjalë për rreth 1000 shtylla, lisi, gështenje dhe drurësh të tjerë të ngulur vertikalisht në tabanin e ish-kënetës së Maliqit, sepse edhe në këtë kohë Maliqi ka pasur një pjesë të kënetizuar të sipërfaqes së tij dhe banorët e kësaj kohe kanë zgjedhur të jetojnë në vendanin palafit. Palafiti është një sistem banimi i ndërtuar mbi shtylla vertikale dhe me trar horizontal mbi të cilin ndërtoheshin kasolle. Por efektet të kohës neolitike dhe për efektet të gjuetisë së peshkut apo të mbrojtjes së banesave nga rreziqet e sulmeve. Dhe zbulimi i palafitit të Maliqit, siç besoi profesor Skënderij Ekacekur, është një nga zbulimet më të mëdha prehistorike. Por në këto shtyllat e Maliqit, në horizontet e ndryshme të banimit të kësaj shtrese kulturore, pra i shkon mbi 3 metër trashësi, u zbulua një numër jashtëzakonisht i madh artefaktesh kulturore, arkeologjike, të cilat shërbejnë si bazë e krijimit të historisë, të parahistorisë në fakt të Maliqit dhe në veçantë dhe të Shqipërisë në përgjithësi. Në vitin 73-74, ku edhe profesor Aliu ka foto, profesor Aliu ka qenë dhe në pjesën e parë të gërmimeve, nga viti 62, mos gaboj, e këtej ka ndjekur e ka shoqëruar profesor Prendin vazhdimisht në kërkimet e tij në Maliq, bashkë me profesor Zhaneta Andrean. Në vitin 73-74 daton fushata e dytë e gërmimeve në Maliq, kur u zbulua pjesë apo depozitime që i takojnë epokës së bronzit, bronzit të mesëm dhe atij të vonë në thellësi, pra larg shtratit të devollit në thellësi janë bërë këto gërmime, ke sektori B, ta quajmë. E rëndësishme është vijimësia kulturore, stratigrafiko-kulturore e depozitimeve të Maliqit. Pra nuk kemi ndërprerje në jetën e banorëve të këtij vendbanimi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në kuptimin etnogjenetik, sepse për herë të parë në Maliq sigurohen të dhëna shkencore, pra stratigrafiko-kulturore mbi popullsinë e hershme të Pellgut të Korçës dhe Shqipërisë në epokën e bronzit. Është tamam epoka e bronzit, pra bronzi i hershëm, Maliqi 3AB, bronzi mes Maliqi 3C dhe bronzi i vonë Maliqi 3D, kur shënohen dhe fillesat e formimit etnogjenetik të popullsisë indo-evropiane tashmë i lirë. Profesor, unë të falenderoj për këtë pasqyrim që i ke bërë, po tani pyetjen e kam drejt për drejt. Unë ndalëm gjëre gjatë pikërisht e këto zbulime dhe sigurisht pjesën më të madhe të atyre e kuptojnë edhe ekspertët e fushës. Sot, me interes natyrisht për gjithë ata që na dëgjojnë, do t'ishte që ky vendbanim i hershëm, pse jo, të ishte ruajtur dhe të ishte kthyer në një qendër të vizitueshme, për të kuptuar rëndësinë e tij. Por në fakt, ne sot Maliqin e kemi sërish, për shkak edhe të shirave, sërish në një kënet. Pra, jemi rikthyer sërish në vitet 40. Atëherë ku në fakt u bë një punë shumë e madhe për tharjen e kësaj kënete. Çfarë duhet ishte bërë më mirë për ta ruajtur këtë vendbanim, për ta patur sot një zonë vizitueshme, edhe për brezat e rinj? Pyetja ju falenderoj shumë për pyetjen dhe është vërtet pyetje thelbësore
për rrugën e trashëgimisë tonë shumë të pasur kulturore. Sepse një anë është studimi shkencor, arkeologjik shkencor i të dhënave arkeologjike, që ka vlerë pa diskutim vlerë të madhe shkencore, po ana tjetër është ana e ruajtjes dhe e trashëgimit të këtyre vlerave të brezat e rinj, e ekspozimit të tyre dhe për ta bërë në shërbim të turizmit kulturor në fundit dhe për të gjeneruar dhe ca të ardhurat që i shkojnë komunitetit lokal. Në fakt, jo se nuk është bërë asgjë, po praktikisht asgjë s'është bërë. Ne kemi bërë disa përpjekje me komunën e Maliqit, me kryetarin e bashkisë së Maliqit, zotin Gëzim Topçiu, i bërë disa përpjekje, ka 3-4 vite që vazhdojmë ato përpjekje. Dhe jemi në fazën e hartimit të një lloj preventivi dhe projekti se ku do të vendoset Maliqi. Diskutimi ka shkuar në atë pikë që ne arkeologët kërkojmë ta vendosim aty në krahun e djathtë të Devollit, aty ku ka qenë realisht. Në vendanin palafitik i Maliqit dhe është afër rrugës nacionale që mund vizitohet lehtësisht nga turistët. Profesor Skënderi ka diçka për t'ju thënë. Ideja që të bëhet një vendanim, artificial me 3-4 kasolle, siç ka bie fjala në kostur, 3 kasolle ka. Një bujk, një blektor dhe një erit kulti. 3 të bëjnë. Në fakt të kishte theksuar edhe profesor. Si kanë bërë Maqedonët për shembull. Në Shënom 30, edhe me përmasa të mëdha. Dhe ka disa vjetë që unë i kam bërë një projekt, edhe ja kam dërguar atje dhe kam biseduar me të që të ngrihen 3 kasolle spaku, aty ku ka dalë palafiti dhe tani po të gërmosh, palafiti del prapë, se nuk është gërmuar i tëri. Edhe dyta, prej aty, deri në ura e Maliqit, 800 metra është. Ashe Vanadhami, architekt, marruar në Vjenë, e ka matur me instrument. E dyta, shiko, në 2 anë të lumit, për 800 metro, nuk ka nevojë të shpronësosh, sepse në 2 anët mund të bësh, apo jo, 2 rrugë shëtitore, të mbjellësh drurë. Fakti që sot fusha e Maliqit është, le të themi, pra po haset me një vështirësi shumë të madhe, për shkak të sasisë së rreshjeve dhe ndoshta të bllokimit të kanaleve, këtë e di specialistët në fakt të bujqësisë, po a mund të krijojë problematika për realizimin e një projekti të tillë fakti që fusha e Maliqit sot është rikthyer në një kënet? Unë besoj që jo, sepse çelësi i zgjidhjes së fenetizimit apo të fushës Maliqit është qëllimi i shkafit Devollit, siç ka qenë gjithmonë. Dhe unë besoj që shteti dhe institucionet shtetërore e kanë shumë mirë parasysh këtë pjesë. Fusha Maliqit është u kthye në hambar për Korçën edhe madje edhe për Shqipërinë, është një nga fushat më pjellore dhe nuk na falet nëse ne tregojmë pa kujdesshëm dhe lëmë të avancojë fenetizimi i saj. Po sigurisht që bëhet me mjetet mekanizuara dhe janë gjithë mundësitë teknologjike sot për ta mbajtur ashtu siç na e lanë ato prindërit tanë që e thanë, që realisht punuan brezat e prindërve tanë dhe na e lanë të gatshme një fushë të tillë si fusha Maliqit. Dhe ne nuk na falet vërtet të shkojmë në drejtim të kundërt. Edhe kur u bë bonifikimi fillimisht, është menduar që pas 30-40 vjetësh duhet bërë ribonifikimi. Ja pse? Bie fjalë në Dunavec, shtresa aluvion që mbulon shtresën me kulturë, është 6 metra i thellë. Ku do të gërmosh, do të gjesh patjetër vendanim. Kështu që nuk është në dorën e arkeologjisë për të bërë një plan për këtë punë. Po duhen në domosdo të zgjerohen e të pastrohen kanalet kulluese, pastaj kanali, domethënë nga Dunaveci edhe deri në palafitin e Maliqit, 3 kilometra është. Duhet me domosdo të zgjerohet shtrati, të zgjerohen kanalet kulluese në mënyrë që të bëhet një bonifikim i ri
Ndryshe nuk mund të rregullohet kjo punë, ajo ashtu do jetë. E kuptoj. Edhe në të ardhmen. Profesor, ne prekëm sigurisht diçka, le themi një plak që na dhem si shoqëri, po në fakt qëllimin e kishim për të folur për profesor Frano Prendin dhe gjatë bisedës me profesor Skënderin identifikuam që në fazën e tretë të punimeve kemi në fakt një pjesë të mirë të punës së tij që ende është e pabotuar. Pra nuk është bërë ende e ditur për publikun. Mund të njihet në rrethin e ngushtë të arkeologëve, po për një publik të gjerë ajo ende nuk është botuar. Unë sa desha të kaloj në këtë që në fakt profesor Prendi kaloi një trashëgimi jashtëzakonisht pasur shkencore. Unë kam pas fatin e madh që ta kem profesor dhe një nga bashkëpunëtorët më të afërt të tij kam qenë unë për kohën që profesori ka jetuar në Tiranë. Dhe në këtë kontekst, në rastin kur i festuam 80 vjetorin profesor Çeskut më 18 maj 2008, me atë rast mundëm t'i botojmë profesor Prendit të 3 libra. A. Studime arkeologjike që përmbledh të gjithë artikujt e profesor Prendit nga fillimi deri në fund në gjuhën shqipe. B. Archaeological Studies, që është e njëjtë me të parën, por është gjithë artikujt e profesor Prendit në gjuhë të huaja, përfshirë dhe ato të Cambridge-it. Profesor Prendi është i pari arkeolog, i pari prehistorian i Shqipërisë, që ka botuar në vitin 1982 në Cambridge, Prehistoria e Shqipërisë dhe Prehistoria of Albania. Dhe për herë të parë kemi një përmbledhje të sintetizuar të prehistorisë shqiptare në një universitet të tillë, pra, që botoi disa vëllime, 3 vëllime prehistorinë e Evropës, ku Shqipëria zë një vend të veçantë. Dhe kjo është falë punës jo vetëm të profesor Prendit, kryesisht të profesor Prendit, por dhe profesor Kërkuti, profesor studiusit e tjerë, profesor Janet Andrea, profesor Skënder Aliu, 88-90 në 3 fushata e fundit. Është bërë një fushat në vitin 2017 në kuadrin e shkollës doktorale, që është qenosi rolin e drejtuesit, dhe profesor Aliu ka qenë bashkëpunëtor së bashku kemi qenë aty në Maliq, ku kemi zbuluar gjithashtu një palafit të ri në anën e majt të kanalit që vjen nga Sovjani dhe deri në Devoll. Në vitin 2018 kemi zhvilluar një konferencë shkencore në Maliq. Tamam në Maliq, që i kushtoi 70 vjetorit të krijimit të arkeologjisë shqiptare, veçanërisht të prehistorisë, dhe 90 vjetorit të linjës së arkeologut të profesorit Frano Prendi. Konferenca u zhvillua në Maliq, në atë rast u miratuan ose u promovuan më saktë 2 botime të reja të profesor Frano Prendit. Një është vendanimi prehistorik i Maliqit në shqip dhe në anglisht. Botimi është bërë nga kolegu jonë në Prizren, që profesor Aliu e njeh shumë mirë, Shafik Gashi. Falenderoj për gjithë informacionin që përcolle. Natyrisht për shkak të veprimtarisë së tij të gjerë dhe kontributit të madh, do duhen minuta dhe ndoshta edhe orë të tëra për të folur për të, por ishte shumë e rëndësishme që të ndanim edhe këto botime të fundit që në fakt për gjithë ata që janë të interesuar mund t'i marrin. Sepse është janë edhe në Tiranë, pa diskutim janë një kontribut. Faleminderit profesor Ademi që ishte në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Falenderojmë, turojmë suksese në punën tënde. Faleminderit. Ishte kënaqësi që na u bashkove për të folur për një figurë si Frano Prendi. Faleminderit. Turojmë suksese në punën tënde. Ne kishim një lidhje drejtë për drejtë nga Tirana. Profesor doktor Adem Bëngurin. Ishim pikërisht në një bisedë ku kemi folur gjëra gjatë për Frano Prendin, për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, por natyrisht edhe për rëndësinë e jashtëzakonshme që ka fusha e Maliqit. Profesor, ne do ndjekim tani një grup tjetër me fotosh të fundit për këtë bisedë, që ndoshta kanë bëjnë me objekte të cilat janë zbuluar në këtë zonë. I ndjekim tani në ekran. Këto objekte, profesor, janë zbuluar? Shiko, këto objekte janë botuar, janë gërmuar e botuar në Maliq, dhe këto që shikoni lidhen me palafitin. Ja, shikoni, ka figurina njerëzore për balti. Ka element të tjerë, vula, tavolina kulti, janë element të botkuptimit të kësaj bashkësie sociale që ka ngritur neolitin. Ja, edhe këto të tjerat prap vinë që ande nga Maliqi. Shikoni se sa shumë ka, edhe nuk janë të ekspozuara sot. Janë të botuara për albume, për shembull
në shumë albume. Ja, këto janë elementë e neolitit, tipike. A shikoni ato enët me ato kanelyra, thellimet, janë shumë të datuara, jo vetëm këtu, po edhe në teritoret e Maqedonisë, të Thesalisë, edhe ja. Po këto, profesor, bëjnë shumë përshtypje? Janë objekte të Malikit, të Palafitit, që janë të jashtme për shembull me kulturat të Maqedonisë Qendrore, në Thesali, janë identike, janë bashkëkohore këto. E kuptoj. Janë një numër i konsiderueshëm objektesh, profesor? Po, shumë, shumë. Sa mund të shkojë numri këtyre objekteve? Me qindra. Me qindra. Dhe momentalisht ku mbahen ato? Ato janë fondet e Institutit Arkeologjik në Tiranë. Prandaj dhe unë sugjerova mendimin të bëhet një botim, të paktën ato që janë më domethënëse, të botohen, jo vetëm të jenë në shërbim të specialistëve, po edhe të jenë edhe për publikun, edhe për në studet, për turistë, kështu me radhë, apo jo. Pra ato, le themi, duhet të rikthehen në zonën e Maliqit. Sa të duash janë në fond, edhe ato që nuk janë ekspozuar dhe për muzeume, ka një ligj që lejon t'i tërheqë. Të gjitha këto që shohim në ekran, kryesisht, profesor, janë enë, të cilat kanë shërbyer? Po, shumica e atyre janë enë përdorimi. Do me thënë, një pjesë e mirë atyre janë enë kuzhine. Për të mbajtur bie fjalë lengjet, ujë, ose bulmet e tjera. Ka enë që janë kraterë, themeni. Edhe këto që shikoni janë modele enësh mjaft interesante. Ja, këto janë veglat e tjera. Shikoni, sera e pare është vegla prej stralli. Po? Pastaj vinë ato në krahun e djathtë, këto mos e hiqe edhe një minutë atë. Po. Shikoni, ka vegla stralli, vegla kocke, ka vegla prej briri dhe këto të fundit fare janë për peshkimi. Për peshkim. Shikoni, kanë edhe vërim dhe që do të thotë që këta banorë nuk janë marrë dhe bujqësi, po janë marrë dhe peshkim, se prandaj kanë ngritur mbi ujë vendanimin dhe ngjiteshin nga bregu me shkallë. Që edhe të mbroheshin, sigurisht, po edhe të ishin sigurt, bie fjala ka kafshë hegre. Po. Ishte shumë interesante kjo foto tjetër, e afrojnë pak. Tipike për neolitin e botë. Sigurisht, këto janë enë zbukurimi, profesor? Janë enë zbukurimi, ja shikoni për shembull ka nga ato të cilat janë të plota, kjo majtas këte, është e plot, këto janë vazo me kanë të lartë, me fron, e kupton, dhe pastaj zgjerohet. Ajo është plotësuar me gërmimet në Kamnik të Kolonjës, janë gërmuar 16 furra, e kanë dhe 60 enë, janë 60 enë të plota, kupton? Kështu që në këtë muze mund duhet dosën dhe aty, se në bashkë me Qetë Sprendin kemi punuar, edhe me Namik Vodajnaku në vitin 1973. Të gjitha janë realizuar për botim, të gjitha janë të njohura për publikun. Këto ne i kemi marrë dhe i kemi vendosur në muzeun kur u ndërtua muzeut në vitin 1990. Por ama, muzeu sot nuk ka as vitrina, janë hedhur nuk është ullur se është berë, dërtesa do me thënë edhe s'ka brenda asgjë. Profesor, gjithja këtyre objekteve që ne i shohim tani edhe grafikisht, po natyrisht ato janë tashmë të arkivuara, çfarë tregon edhe njëherë për zonën e Maliqit? Thash edhe njëherë më përpara, Maliqi ishin nga kryeqendrat e Europës Juglindore. Do të thotë që është e krahasueshme. Profesor, të ndalem pak këtu, po të ndërpresem, ka bërë shumë përshtypje kjo. Shiko, fillimisht ka dalë kjo keramik që quhet keramika mat ose keramika e Devollit, se u gjetë nga Frëmë Prendi për herë të parë gjatë gërmimeve në Maliq, jo në Palafit. Kjo është një lloj keramike. Kjo është një keramik që ka marrë emrin Devollite. Por ama duhet dini që këto keramika kanë dalë që në 52 edhe i ka
e ka sjell aty Emin Serenica, kur hape kanali Vëntrokut, dhe një nga ato që është e plot, ne kishim vend dhe në vitrinë në muze. E kupton? E kuptoj. Megjithatë, ka një problematik lidhur me origjinën, datimin edhe përhapjen. Edhe kjo qeramike, e kupton? Edhe kjo lloj keramike. Është me motive geometrike, trekenca, shumë interesante. Dhe ka nga ata të cilat i kanë marrë edhe kanë bërë kumtesat tjera për të treguar kush është origjina, ku ka lindur për herë të parë, ku është përhapur e tjera. Për shembull, Namik Bodinaku ka botuar 2 artikuj, një për origjinën, një për kronologjinë, edhe përhapjen. Po ja, kjo keramikë është përhapur në gjithë territoret e Shqipërisë juglindore, edhe deri në Durrës, edhe atje kanë dalë disa fragmente. Do me thënë, e tërë Shqipëria juglindore, duke përfshirë këtu edhe gjerën e Pirë, Thellë, gjenë këtë keramikë që quhet keramika mat ose keramika devollite. Në raport me keramikën e Veriut, që është me forma të një llojta, edhe që quhet kultura mat Glasinac. Pra ka 2 grupe kulturore. Dhe ashtu sikurse po e theksonim, Maliqi është një qendër shumë e rëndësishme, edhe fal një pune shumë të madhe që ka bërë profesor Frano Prendi për zbulimin e këtij vendbanimi. Unë të falenderoj shumë profesor. Unë e di që të flasësh për profesor Frano Prendin do duen orë të tëra e ditë të tëra, po të shpresojmë që këto zbulime të cilat ndoshta duhet gjenë vendin e tyre, ati ku janë zbuluar, të ekspozohen për një publik më të gjerë edhe për turistët për të njohur më nga afër punën e jashtëzakonshme të tij. Të falenderoj në mënyrë të veçantë për iniciativën që more për ta bërë të njohur për publikun figurën e një arkeologu me përmasa të tilla si ajo e Frano Prendi. Unë ju falenderoj juve për ftesën, edhe apeloj edhe një herë, domethënë, që Korça meriton shumë, shumë. Kështu që duhet të gjitha institucionet qendrore lokale, po edhe bashkia, qarku, prefektura. Me profesor Skënderin do takohemi shumë shpejt, sepse do t'jemi sërish në pak nga gjitha në një tjetër bisedë shumë interesante me një tjetër temë, po kaq interesante, kështu që shumë shpejt profesorin do ta rikthejmë në studio. Të falenderoj edhe një herë, falenderoj të gjithë teleshikuesit që edhe sot zgjodhen sërish ekranin ton për të qëndruar me ne në këtë mbrëmje të sejntes. Do të rishihemi si gjithmonë te inte në mbrëmje, gjithmonë orë 20:30. Natën e mirë.